frika më e madhe kjo e tifozëve ishte se mos rëmbeshin dhe futeshin fushë. Dhe t'jep një lloj krenarie kur ti rref Serbin. Alban, çfarë shkojnë ndërmend që të bësh Panenka në penalltin që do ishte vendimtare? Ke bindje që do ndodhi si me Greqinë atëherë? Shpresoj shumë. Ka pas klubi 2 oferta. Unë dua 30.000 euro, klubi do 20.000 euro, ti je i sigurt që do luaj gjithë sezonin. Përshëndetje miq Versus, rikthehemi në podcastin ton, kësaj radhe pak ndryshe me një të ftuar special i cili ka dhënë kontribut në futbollin shqiptar dhe vazhdon një, por gjithashtu edhe te kombëtarja shqiptare e futbollit sepse kemi hyrë tashmë në javën e nxehtë atë parandeshjes kundër Serbisë, e cila ka shumë mundësi që të vendosi edhe fatet e këtij grupi për sa i përket kuqezimëve tan. Duhet ditur se Anglia është ajo që do marrë kryesimin dhe ka potencialin më të madh për të kualifikuar direkt si e para. Jam me ndriçimin kolegun e zakonshëm, nuk e kemi Denisin sepse në vendin e Denisit është një portier i cili ka fituar trofe, por gjithashtu ka një emër mjaft mirë dhe mjaft respektuar dhe vlerësuar në futbollin shqiptar. Alban Hoxha, mirë se erdhe Alban. Mirë se vëgjeta. Alban, pak a shumë le të themi ti po bën diku te mbi 15-16 vite që je në futbollin shqiptar, mos më shumë. Ke nisur shumë i ri, ke Dinamo. Ndeshjen e parë kam luajtur në 2007 tek Dinamo. Që bëhe llogari vet tani, sa vite. 2007-18 vite. Ndërsa pjesë e sportit kam që moshën 9 vjeç, edhe nuk jam shkëput më që nga ajo moshë. Tani unë do të relaksoj pak se në port ke më shumë presion se sa këtu, prandaj do të relaksoj shumë shpejt. Shumë portier kemi pasur këtu të paktën 2 portier dhe ndër pyetjet që kemi bërë kanë qenë të tipit që, zakonisht ai roli i portierit është sikur leka i cepit të rish me një këmbë, domethënë, e mam në për shkolla kur bësh në një gabim në një gjë, një cepit rrihet në një këmbë. E kur je portier je i vetëm aty, e di që ka momente që edhe 30 minuta nuk do të vi fare topi, po ti duhet të jesh gati. Nëse ekipi është aq i mirë, po. Po, nëse ekipi mban topin, por një gabim i Jodi është gabimi që shikohet me lup. Sulmuesi mund të humbi 3-4 raste, mes fushori mund të humbi 3-4 topa, mbrojtësi ndonjëherë mund t'ia fusi kot, po portieri është ai thotë e bëri gafën portieri. Po, është e vërtet kjo pjesë, për shembull. Unë dhe djalit tim ja shpjegoj këtë gjë siç ma theti mua, se ai her pas here ka pas qef të bëj portier. Mu realisht nuk është se më ka pëlqyer roli i portierit, por prej babait tim, sepse ai ka qenë portier dhe gjithmonë që kur isha i vogël thoya do bëhem si babi portier. Deri në një moshë kam luajtur edhe lojtar, siç është mosha e fëmijërisë që i provon të gjitha. Dhe kur ekipi i Cerrikut atëherë në kategori 2, Turbina nëse s'gaboj. Turbina ka pas nevojë për portier të dytë, se ka qenë vetëm një portier dhe si më thën pa dashje ngeca portieri i dytë aty, pastaj kalova portieri i parë, edhe kështu vazhdoi karriera ime derisa erdha ke Dinamo, por është rol që siç e the ti është i vështirë, është shumë i vështirë. Ke shumë momente që do kesh ulje ngritjet e tua, sidomos ke pjesa që mund të hash një gol për fajin tënd, edhe pastaj i ke gjithë kundra, që jo gabimi portierit, dhe për këtë them që duhet të jesh çik i fortë nga mendja, po që se do bësh rolin e portierit. Megjithatë unë jam munduar të jem i ftohtë në këtë pjesë, por patjetër që ka shumë, për mendimin tim, është roli më i vështirë edhe se i mbrojtësit dhe se i sulmuesit, qofse mbrojtësin mund ta shpëtoj portierin s'ka kush e shpëton mbrapa përveç se rrjetës. Një gjë tjetër, me kalimin e viteve, duke qenë se ti ke kapur 2 futbolle të ndryshme, 2 epoka të ndryshme futbolli, le të themi që portieri dikur, kishte atë që duhet priste, sepse detyra kryesore e portierit është presi, por tani është bërë lojtar portieri Alban. Po, ka ndryshuar. Sa shtohet përgjegjësia ti je dhe lojtar, sepse ti duhet të jesh mbrojtës i shtuar kur ekipi po vuan, kur ekipi duhet të qarkulloj topin. Po, është e vërtet. Kur kam filluar karrierën, atëherë portieri ka qenë vetëm pjesë rrinte në port, biri topit gjatë ose edhe trajnerët shumicë thoshin mos ja kthe portieri topin atëherë, se kishin frikë. Kurse tani me vërtet që portieri është bërë qendërmbrojtës, është lojtar, nis lojën, mund t'japi topat gjatë, mund t'japi dhe asis, siç kemi parë gjithë të kohë, kështu që ka ndryshuar shumë roli. Mu m'pëlqen shumë kjo pjesa që portieri është futur që të luajë me këmbë, megjithatë pak portierë bëjnë edhe në botë. Tani po mundohen që t'ja injektojnë gjithë portierëve, po në perfeksion janë shumë pak portiera që e bëjnë këtë gjë.
Kjo stërvitet, Alban, sepse me këtë ndryshim të madh, supozohet që të dy këmbët të dish ta godasësh topin dhe ta pasosh topin, sepse një gabim i Jodit në një pasim hapje me të djathtë ose hapje me të majtën rrezikon që të psosh golin. Kjo stërvitet është faza e dytë e stërvitet përveç pritjeve që duhet stërvites dhe hedhet, plazhon e gjitha. Tani kjo ka hyrë si stërvitje shtesë, domethënë bëjnë stërvitje shtesë vetëm për pjesën me këmbë. Portier. Përpara nëse ishte do stërvitesh vetëm goditje në port apo krosime, dalje, këto gjëra që ishin bazë portierit, tani është edhe ne e kemi fillu këtu në Shqipëri, sidomos ke Partizani, ne po i stërvisim këto portierët e rinj me lojën me këmbë shumë dhe janë orë shtesë stërvitje vetëm pjesa e lojës me këmbë. Një pyetje tjetër kjo shkurt. Sa rreziqe merr portieri kur është një top i diskutueshëm dhe duhet dali që ta çojë në rivënie anësore ose ta largoj duke ditur se nuk dihet nëse është pozicion jashtë loje apo jo sulmues si kundërshtar. Ajo është një fraksion sekonde. Është një fraksion që ti duhet ta ndash atë pjesën. Dikur merr një vendim të mirë që shpëton ekipin, ajo për mua këto daljet jashtë zone janë si një pritje shpëtimtare. Pavarësisht se këto shumë pak bin sy ke publiku, por ato që e njohin pjesën ose rolin e portierit, ato e dinë që këto janë fraksion sekonde që ti mund dënohesh, mund të marrësh të kuq në një nëse ta kap topin ai përpara. Ta kap ai një fraksion më përpara ose e merr vendimin gjysmë sekundi më me vonesë, kështu që rrezikon shumë. Por janë pjesë edhe këto janë pjesë e lojës. Atë po ta vesh domethënë edhe jashtë që kemi parë se po vazhdoi kjo që tha Albani për pjesën e stërvitjes. Ne shohim edhe portierët që marrin pjesë tek rondo që bëhet midis lojtarëve. Po, është vërtet. Që kjo ka ndodhur përpara domethënë, që duhet të ai çdo vjedhët me Shiko, tani portierët i fusin dhe ke pjesa e lojës me lojtarë, për shembull. Ne ke Partizani këtë e bëjmë, hym ke rondo, hym ke lojrat me këmbë me lojtarët 2-2, 3-3, kështu që është dhe kjo pjesa e stërvitjes që është fut goxha, portieri nuk është se bën vetëm me portierët stërvitje, por stërvitje edhe me lojtarët shumë me këmbë tani. Gjë tjetër që dua të qëndroj pak te kjo pjesa. Ti the që nuk është se kam pasur shumë qejf të bëhesha portier. Çfarë roli nëse nuk do ishe bërë portier që të pëlqente ty që e shikoje veten mirë taj rol? Po si të gjithë fëmijët, sulmues, bëj gola, sulmues, pjesa sulmit. Edhe unë kur kam pas luajt me moshat, kam pas këtë dhunti që shënoja gola dhe kam qenë jo sulmues i keq. Dhe ndoshta mund t'isha bërë dhe sulmues, por nuk e di sa kjo është dhe fat pastaj si të merr karriera apo si të merr jeta, mund të ecësh mirë, mund mos ecësh, por ndoshta për mua ishte shkruaj që të bëhesha portier. Kimi, ka dhe portier apo ta veshë që aventurier domethënë, ka pas edhe përpara. Unë më mend femrin tim më mend Bartezin për shembull të Francës. Bartezi, po. Që thoshë ç'është ky i çmendur, ikte. Po, na duket si i çuditshëm na. Ai duket shumë bide shumë se edhe futbolli atëherë nuk është që ishte. Nuk ishte ajo pjesa. Si Neueri për shembull, që bënte edhe Neueri e bëri revolucionin e të dalë mes gatin mes fush. Gjë që në atë kohë ishte e pamundur ta mendoje. E ka bërë Bartezi atë parë. Edhe Bartezi ka pas dalë. Bartezi, po Neueri e perfeksionoi, u bë pastaj. Po ta shohësh ka bërë dhe shumë gabime Neueri sepse me Hamburgun duhet me është një rrezik, është një rrezik, por është për mua është gjë e mirë që patjetër që duhet provuar. Shikoj, më duket Alban sikur kjo e portierit që përfshihet është dikur portieri ishte i vetmuar, tani duket sikur është pjesë e timit, e skuadrës, edhe në fush. Po, patjetër. Dikur ishte vetëm ke pjesa portës, domethënë aty edhe nuk sikur ishte larg ekipit, nuk merrte pjesë në për aksione ose nuk merrte pjesë si qendërmbrojtës i fundit që dilte jashtë zonave mbyllte, po tani kjo gjë është sigurisht edhe futbolli ka revolucionuar. Ai diku dallohet domethënë kompetenca e portierit, sa e rëndësishme është. Ka ndeshje për shkakun që del me të kuq portieri, edhe s'ka mondrime, edhe shikon një mbrojtje, shikon se sa jo kot me kuptim, po se sa fragil është ai momenti ku ka dridhet, po. Jo kur dridhet, po për shembull bën një grushtim, po e bën shumë keq për shembull. E aty dallon pastaj ore pritjes. Është i tensionuar që në momentin që bën. Shumë tension dhe gjithë fillojnë tentojnë gjujnë nga jashtë pastaj, nëse vere. Edhe pritit janë shumë
ka shumë diferencë domethënë në nivel. Aty dallon portieri Është rol specifik. Kam dëgjuar një fjali, nuk kujtohet kush e ka thënë, ka shumë vite çimi dhe kur e pyetën për punën e portierit, tha, "Ore, tha, një gjë tha më vjen keq tha. Nuk ka një gjë tha ti je portier tha, se portieri tha ka si çdo rol tjetër është ai portierit. Aman më tha na jepni tha të paktën 10 sekonda të festojmë dhe ne kur bëjmë një pritje. Festa jon shkon 3 sekonda, se o do bëhet goditja këndit ose kurse sulmuesi feston 35 sekonda për i gol. Ne tha nuk kemi tha momentin ton të lavdis, tha kemi vetëm kur mbaron ndeshja dhe bie birbiri i arbitrit 3 herë. Nëse ke penaltit për shkak kur bëhet penalti edhe pritet, përgjithësisht mblidhen atë. Është tjetër penaltia, po mua më ka qelluar vet gjatë gjithë këtyre viteve që me vërtet kanë bërë ndeshje të mira, goxha pritje, por është përgëzuar sulmuesi se ka bërë golin dhe ku ka marrë ndeshja të gjithë për shkakun bravo, shkojnë ke sulmuesi për golin. Edhe ndeshjen e fundit po e marr si shembull që luajtëm kup me Egnatian. Me vërtet bëra që fitum 0-1 në Rogozhin, bëra një ndeshje të mirë dhe të gjithë përgëzuan Kekon për golin që bëri me penalti. Gjithë shkuan ke Keko. Edhe prandaj them që është dhe kjo pjesa, domethënë që pak bin sy shumë roli portierit. Ka dhe momente pastaj që siç ishte rasti i fundit me Interin, që Zomeri doli njeriu ndeshjes, ai ishte ndeshje historike, po ai psoi 3 gole dhe doli njeriu ndeshjes. Pse se bëri ato veprimet ato alime vendimtare me gisht. Që bien sy që vëren, domethënë kur ti shpëton ekipin nga një humbje, sigurisht që edhe ato bin sy se e bën tani sigur roli portierit. Është që s'bie sy fare. Atë po them, imagjino ai psoi 3 gole dhe doli njeriu ndeshjes. Në vende të mëdha, në vende të mëdha, portieri do marri një vëmendje të madhe. Ose Emi Martinez në botror. Martinez për shembull, nëse nuk do kishte bërë ato pritjet në botror, Kolomuani rasti, ne nuk do fliçim kështu për Martinez, më kupton? Patjetër. Ai dha botrorin praktikisht. Për shembull, e ka Albani do vim, Albani ka një histori të jashtëzakonshme pikërisht sepse është eventi dhe gjëja që ndodh në atë event. Gjithmonë është e tillë. Alban, do flasim pak për futbollin shqiptar, shkurtimisht kjo, ti ke luajtur 12 vitet e Partizani, ke luajtur më përpara te Partizani te Dinamo, ku edhe e ke nisur si profesionist me sa ditë paktën. Ato vite ka qenë një tjetër futboll, kanë qenë të tjera infrastruktura, ka qenë metodologji pune komplet ndryshe, tani ke një metodologji pune që futesh në YouTube, vetëm në YouTube kush e di se sa taktika dhe skema dhe mënyra pune gjen, për te faktit që ka shumë trajnerë që informohen më shumë, që bëjnë kurse më shumë e tjerë. Më shumë, po. Në këndvështrimin tënd, çfarë ka ndryshuar? Është bërë futboll më fizik, është bërë futboll më robotik, është bërë futboll më i shpejt, është bërë futboll më taktik? Besoj se është bërë më taktik tani. Atëherë mendoj se mund të ketë qenë më fizik. Dhe në kohën që kam qenë unë atëherë ke Dinamo, po flas paktën dhe ke pjesa portierit, ne bënim shumë vrap me ekipin atëherë. Kurse tani portieri e ka heq totalisht vrapin, domethënë si më thën vrap sade, me vrapu e merr nëpërmjet hedhjeve apo nëpërmjet topave. Kështu që unë mendoj tani është më taktik futbolli, ka ndryshuar goxha nga ato vite, atëherë ka qenë më fizik. Ndoshta edhe shkenca apo tani është më ndryshe. Mu treguam për një mikun tim që kishte shku të provojë ke një ekip dhe ata, gjëja parë që shkun, i morën direkt kockën. I pan kockën sa i gjate, i dhanë një komplet që janë zorë me analiza që qa mundësish kishte ky të bëj, dhe atë në kohën tonë më përpara nuk s'kanë qenë këto gjëra. Domethënë atëherë dinin që do bëj kaq vrap, do bëj kaq stërvitje, kaq gjujtje, apo do bëj një ndeshje kontrolli dhe përgjithësi kaq ishte stërvitja. Kurse tani dita ditës ndryshon dhe pjesa stërvitjes, edhe informohen gjatë gjithë kohës ose në çdo moment dalin stërvitje të reja, gjëra të reja, që shkenca tani, domethënë stërvitjet bëhen me shkencë, nuk bëhen më siç janë pas bërën përpara. Ti ke luajtur më shumë se 30 derbi, se 35 derbi. Të paktën që keni qenë te Partizani në këto 12 vite. Normalisht që derbi është diçka më vete, pavarësisht se kjo formula tani me 4 derbe në sezon e ndryshon pak atë, nuk është si dikur që me zi pritej me 2 ndeshje, por do më thuash pak, si është përgatitja e një derbi gjatë javës, a vuhet fakti që ka presion derbi, mbrapa mbas derbi ç'a ndodh, apo me kalimin e viteve ka rënë ajo frika e presionit, dhe një pjesë tjetër shumë e rëndësishme,
si është portieri në një derbi ti the tani kanë vendosur rrjeta, por dikur ti ke luajtur dikur ka mbrapa tifozërin dhe nuk ka pas as rrjeta as gjë. Unë gjithmonë si në rolin e gazetarit kur shikojmë fushat druhem unë që jam aty lart, jo ma që ai ishim port. Mjafton njëri të hedhë diçka, një flakadan, një kapsol, një gjë. Një çakmak. Ty të rrezikohet shëndeti seriozisht, jo thjesht me fjalë. E vërtet. Shikon, ndeshja derbi është patjetër shumë e bukur dhe impenjimi fillon gjithë javën, domethënë lojtarët e kanë atë mendjen që kemi derbin këtë javë, kemi derbin, por nuk është se unë faktikisht për veten time, nuk është se e kam marrë me atë stresin e që o bobo po humbëm, o bobo ç'a do ndodhi. Domethënë është me vërtet është ndeshja radhës, karikimi vjen vetvetiu gjatë javës, se dihet domethënë lojtarët të gjithë dëshirë më të madhe e kanë që të jenë derbi, kush është ndeshja është vitrina e kampionatit shqiptar dhe çdo lojtar do që atë ndeshje të jetë në fushë. Megjithatë kjo pjesa e tifozërisë është shumë e bukur, unë për veten time ka pas kështu goditje nga, po jam munduar edhe nëse më ka rënë një çakmak apo ndonjë gjë, mos bëhem protagonist ke kjo pjesa sepse ka dhe lojtarë që kanë shumë qef edhe pa u goditur, shtrien tokë. Që mos ta amplifikosh si ngjarje. Protagonizëm, domethënë, këto janë gjëra, po pa diskutim që këto janë gjëra që ndodhin në gjithë vendet e botës, sidomos kur janë derbi, që janë ndeshje të nxehta, por ajo është gjëja më e bukur tifozëve. Më mirë të ketë shumë tifoza dhe të vinë një çakmak se sa ca ndeshje që janë vetëm 10 veta, 20 veta, edhe nuk domethënë dhe futbolli dhe vetë ti si futbollist nuk arrin dot të karikohesh në ca lloj ndeshje, sado që mundohesh, po është vetë ndeshja si shton që të vën ndeshja në gjumë. Është ndeshje që të vën gjumë. Kështu që këto janë gjëra që futbollistët tani i anashkalojnë, nuk është se e kanë më këtë problemin e presionit apo që të duan një karikim ekstra për derbi. Ajo është gjë që të vjen vetvetiu që ti s'ke nevojë as të karikoj trajneri, as shoku, as i gjë, sepse patjetër që ti do të shfaqësh cilësitë më të mira në një ndeshje që e shef gjithë Shqipëria. Në fakt në derbi është ndeshje që ndiqet shumë. Një gjë tjetër te Partizani, me që jemi te Partizani dhe derbi, ti pas 9 viteve te Partizani, ku ishe titullar, lideri i ekipit etj, Befas ulen stol te Partizani. Dhe në djenin time, ti ke pasur më shumë se 5 ose 6 oferta nga skuadrat huaja për të transferuar. Dhe normalisht që tu flasim pa doreza, një lojtar shikon aspektin e karrierës, por shikon dhe aspektin e xhepit. Se ka një familje për të mbajtur etj. Futbolli nuk është i përjetshëm, është një cikël që hapet dhe mbyllet dhe ti duhet të jesh gati për jetën më pas. Dhe nëse ke bërë ose s'ke bërë investime të tjera gjatë asaj kohe, rrogat janë ato që janë në Shqipëri dhe nuk mund të mendojmë që kemi rrogat e një Arabie Saudite etj. Nuk është se siguron. Ti ke qëndruar besnik Partizanit, qoftë edhe me kërkesë të drejtuesve të Partizanit për mos t'u larguar, ose qoftë edhe për faktin që ato nuk kanë pranuar oferta X ose Y për shumë më të mëdha parash. Por Befas, kjo besnikëri që ti kishe nuk u shpërblye në syrin tim ashtu si duhet, duke qenë se u ule në stol. Lideri i një skuadre që i kishe qëndruar besnik gjatë gjithë atyre viteve, papritmas unë stol dhe as kush nuk shpjegoi asgjë pse. Si ndihesh te kjo pjesë? Shikon. Në atë periudhë faktikisht e kam vuajtur pak këtë pjesë. Dhe e kam vujt goxha gjatë, domethënë sepse siç e the ti isha 9 vite që kisha bërë, domethënë relativisht kisha bërë mirë, sepse patjetër që futbollisti apo edhe portieri çdo lloj ka ato uljet e ngritjet e veta gjatë karrierës. Domethënë po mjafton që moment që ti ke ulje karrierës mos të jetë një ulje drastike, po ke ato tuat. Dhe faktikisht unë atë sezon kisha bërë një sezon jo shumë të mirë, me thënë. Jo në pritshmëritë e Alban Hoxhës. Jo në pritshmëritë e Alban Hoxhës, edhe të keq nuk kisha bërë. Siç duket drejtuesit apo dhe pjesa që i rri aty rreth e përqark Partizanit, menduan që ja kaq e pati edhe tani duhet të marrim dikë tjetër. Dhe siç thash e vujta këtë pjesën, megjithatë ula me presidentin, fola. Dhe klubi e dinte që dhe në atë moment unë i kisha një 2-3 variante me ik, por mendova që unë kur se tradhtova Partizanin momente më përpara, që i kisha mundësit me ik me klube akoma më të mira jashtë, kështu që nuk ja vlente më me ik nga Partizani mas 9 vitesh,
edhe për arsye familjare nuk doja televizja, po edhe për arsye sepse unë isha lidh shumë me këtë klub, me tifozërinë, me të gjitha dhe faktikisht më dukej sikur unë aty isha lindur dhe isha rritur, e kam si një familje dhe për këtë arsye pastaj avash më mbrapa, kështu që u mësova me faktin që unë mund mos jem më portieri i parë apo Albani që ishte i padiskutueshëm dhe mendova dhe i thash klubit, s'ka problem, do rri portieri i dytë, moment sa keni nevojë për mua, më keni gati dhe besoj sa kam pas nevojë për ndeshje të veçanta, unë kam qenë aty. Kështu që mendoj ndoshta mund ta shtyj dhe pak karrierën, por sigurisht dhe klubi ka ato politikat e veta, kërkon që të ketë një portier që ta ketë për vitet e ardhshme, kështu që dhe unë jam mbështetje, sidomos tani që është De Qirko, që po lun ai, kam qenë gjithmonë mbështetje për atë, mundohem të jap më të mirat edhe psikologjikisht mundohem se ai ka dhe tipin që mërzitet për një gol apo siç është kjo pjesa portierit edhe mundohem që psikologjikisht i jap nga eksperienca ime ti tregoj, kështu që them nuk e di ndoshta, po mendoj që mund të luaj dhe një vit, mund ta lë sa më shpejt tani, nuk e di domethënë, ke kjo pjesa jam pak në dilem, ke pjesa ta vazhdoj më pjesën e sportit apo jo, se akoma nuk e kam ndarë tamam të pjesë. Megjithatë them që të flas edhe një herë me klubin për pjesën, nëse mund të kenë nevojë dhe këtë vit që unë të jem prapë aty portieri i dytë, do jem dhe këtë vit besoj. Pastaj nuk e di, mendoj se ky mund të jetë dhe viti i fundit në karrierën time. Do vazhdosh te Partizani me një rol tjetër, e meriton një shpërblim. Çfarë vjen pas domethënë? Po sigurisht që do vazhdoj. Unë kam folur me presidentin Demi dhe ai ka dhe një plan afatgjat me mua mbas lënies sportit. Kështu që nuk e di, nuk mund ta them se çfarë roli, por mendoj se do jem pjesë e klubit, sa të jetë presidenti Demi, besoj aty do jam. Okej, Alban, tani do kalojmë nga futbolli shqiptar te ajo që ne na hapet një kapitull sërish me Serbinë. Kur ra shorti duket fiks sikur gjithë atë presim që do ndodhi dhe ajo ndodh. Ndonjëherë domethënë është e pashmangshme. Ligji Murphyt. Po, në kënd ligji Murphyt fiks që ajo që ti ke frikë do ndodhi. Në fakt ne patëm bisedim me Ylber Ramadanin, që ti ke pas shok skuadrat e kombëtarja, edhe Partizani. Edhe te Partizani, po, dhe normalisht që tha që nuk e prisja as unë që UEFA të na fusin na shortoj në një kategorinë për të luajtur me njëri tjetrin, sepse normalisht quhet ndeshje në risk për gjërat historike. Faktikisht shmangen në përgjithësi, po se di pse. Ti tani ke qenë në atë 14 tetor 2014. Ke qenë me kombëtarën shqiptare të futbollit ku ke marrë pjesë disa vite te kombëtarja, sepse normalisht në djenin time Debjazi edhe në ato kohë, por edhe trajnerë të tjerë kishin qejf që lojtar me eksperiencë nga futbolli shqiptar, nga kampionati shqiptar, ta kishin dhe aty se ishte që jepte vlerë shtuar për grupin në dhomat e zhveshjes. Më trego pak për atë ditë në Beograd. U priste që të precipitonte të shkonte në atë lloj forme apo mendonit që do ishte e tensionuar, por jo deri në ato nivele? Jo, ne e dinim që do ishte, sepse dihet domethënë Serbi-Shqipëri, dihet ç'a ndeshje është. Megjithatë, kur kemi shkuar në Serbi, atje ishin marrë masat, po flas nga aeroporti që kemi arrit ne, deri në hotel ishin marrë masa ekstreme, domethënë ishte me ushtri, me polici. Megjithatë, kur ikëm pastaj në hoteli që kemi shkuar në stadium, në një moment ishim mbledh këta tifozë dhe kanë gjujt me gur aty. Pastaj ishte pjesa ndeshjes, emocioni, domethënë karikimi i çunave ishte i jashtëzakonshëm në atë ndeshje. Thirrjet raciste nuk kanë munguar, disa gjëra nuk janë parë në televizor, po ata kanë godit jashtëzakonisht shumë me lloj-lloj gjë të mundshme. Megjithatë ndeshja shkoi si shkoi, unë biles sa kisha shku në ekip kombëtar në atë kohë, unë kam shku në tetor besoj. Po, biles kjo ka qenë ndeshja dytë mas Danimarkës, e një kombëtare, po. Edhe po mua nuk është se më ka bërë përshtypje kjo pjesë, duke qenë se unë vi nga një qytet si Cerriku dhe në kohën që kam luajtur këto gjëra kanë qenë më se normale. Sherrë
dajak edhe as kamera Gura s'kishte nga në atë tribuna. Po, këto ishin gjëra më normale në atë kohë, kështu që mu nuk është se më ka bërë përshtypje, ishte vetëm pjesa se sa do lindja çuni në atë kohë dhe thoja të paktën të gëzoj çunin, thoja, se isha ke pjesa, po nuk është se kisha në i frikë të madhe, po edhe çunat, nuk është se ka tregu njëri frikë, janë tregu komplet trima, ne e kemi parë që ka ndodhur me dronin atje. Pastaj ishte pjesa që hym ke dhomat e zhveshjes, erdhën ato policia serbe që kërkonin Dronin, telekomandën. Pultin e me dronit. telekomandën, na çmontu, na hapën gjithëve, domethënë nuk lanë gjë në xhep apo në çantë apo bluza apo vetëm për gjetur atë, por nuk e gjetën se kishim ne lojtarët. Kështu që ka qenë e vështirë ky moment, por ishte pjesa pastaj që kur erdhëm në Shqipëri, na kanë prit deri vonë natën tifozët dhe unë kur kam marrë Kam qenë dhunat e në Rinas. kur kam Kam marrë qenë në dhunat e. Rinas, u çudita, domethënë sa shumë tifoz na kanë pritur dhe me qa krenarie dhe domethënë ishte një lloj sikur ne qa kishim bërë atë ndeshje. Si kishin fitu kupën e botës dhe ktheheshin në Tamam Shqipëri. kupën e botës dhe një lloj krenarie me tifozët atje, kemi ndet goxha gjatë domethënë masi erdhëm në Rinas dhe mbas asaj ndeshje. Alban, the që nuk të bëri përshtypje. Kishte një moment aty kur hyn tifozët serb në fush, pasi Flamuri u kap nga Bala, u kap nga Andi Lila dhe erdhi në pankinë, ti ishe në pankinë aty dhe ja dhan doktorit nëse zgaboj. Dhe normalisht që ju doni ta mbajë edhe Flamurin, por aty hyn edhe shumë tifoz. Mes tyre kemi fotot ikonike dhe imazhet, Lorik Cana që godet njërin, Mavra që largon njërin, Taulant Xhaka që zihet me të gjithë. Si pe çuna, ti the që nuk ishin të friksuar në moment. Ju e dini që të poluarin në një stadium që kishte vetëm serb. Dhe shqiptarët ishin disa gazetarë etj që ishin delegacioni. Kjo gjë ju bënte ju kishit atë forcën më shumë që ne jemi ne që përfaqësojmë këtu Shqipërinë se s'ka askush tjetër. Patjetër, ishte kjo pjesa krenarisë, domethënë që ne s'kishim frikë përballeshim me lojtarët apo e vetmja frikë kjo që thua ti është, domethënë mos sepse kur hyn 1-2 tifoz në fushë të rrëmben turma pastaj. Dhe ishte vetëm frika turmës sepse s'kishe ku ikje më pastaj. Ato jo më me gjujt gjithë, po ku diuna me gjithë me najt shtyme, domethënë ishin 30.000 veta sa ishin. Domethënë ishte vetëm kjo pjesa frikës e turmës në fushë, kurse pjesa tjetër pastaj nuk ishte në frikë e madhe me qofse do ziheshe me lojtarët e Serbisë apo me pjesën që mund të ishin na stafi aty. Domethënë frika më e madhe kjo e tifozëve ishte se mos rrëmbeshin dhe futeshin në fushë. Dhe ajo pjesa e kur skuadra hyri në tunel, ajo është pjesa që nuk doli më pas. Ajo është pjesa më e rrezikshme mendoj unë, sepse që lëvizte te korridori. Lëvizte korridori dhe ishte në një cep aty, ishte në një. Kam qenë unë në një moment aty dhe duke ikur, aty u penguan disa lojtarë dhe u pengua Alban Bushi para me, pastaj ra shumë sipër aty dhe u bë i kaos sepse vetë stadiumi ishte që tifozët ishin shumë afër aty dhe domethënë ata mundoheshin gjunin nga kur në momentin që po hynim ne ke tuneli. Ishte pjesa që ikëm me vrap vetëm mos ishte në i tifoz godiste nga afër aty apo mund të kishin fut në i gjë me vete sepse aty e kishte goxha, kishin fut gura, çakmake, lloj kishin fut. Nuk është se ishte ajo siguria aq e madhe. Pra, mu duk ajo ndeshje dhe unë e kam thënë gjithmonë, mu duk sikur kishin nxjerrë gjithë burgaxhit më të rrezikshëm të Serbisë dhe i kishin sjellë nëpër stadium atë natë. Sidomos një pjesa që ne vajtëm që shohim fushën, ne e pam sa të gërsuar ishin ata. Ata e kishin mbush stadiumin që momentin e parë që ne hym. Dhe me thirrje raciste ata ishin të gatshëm të çojë gjithë stadiumi që në fyrjet raciste, edhe pasaj edhe pjesa tjetër si çupa më vonë. Po kjo ishte gjëja që nuk u vëre shumë, domethënë nga kamera, se ishte pjesa kur hyn stadium edhe nuk ka shumë interes kamera apo të merren me këtë pjesë. Po që aty ata ishin të karikuar, ishin shumë të karikuar për. Ndërkohë kemi ndeshje me Serbinë. Rikthehet prapë ky dueli, ne kemi një historik me Serbinë që përpos këtij incidenti që u shënua, normalisht që na dogji shumë edhe pse ne arritëm kualifikimin për në Europian, na dogji shumë humbja në Elbasan Arena që kemi këtu në Shqipëri. Në një ndeshje të cilën unë mendoj që
Serbia nuk do ta organizonte kurrë ashtu, me qëllim nuk do ta organizonte ashtu sepse unë mbaj mend që atë ndeshje deri ke snajperat ishin domethënë ishte një diçka jashtëzakonshme, sigur po luaj ka qenë ai burgu i famshëm në Amerikë, në New York, Alcatraz, jo në New York. Po. Jo në New York, po sikur po ishte në burgun më famkeq Alcatraz, dhe ne po shkonim aty, aq ishte siguria atë natë dhe mendoj që siguria do jetë prap kur të luajm tani me Serbinë. Si e pret të ndeshje? Tani, ne si Shqipëri e vuajmë këtë presion? Shikon, nuk them se nuk e vuajmë, por është ndeshje edhe krenarie kjo. Është ndeshje sepse duke e ditur që kanë heq kosovarët nga serbët, unë nuk është se e kam përjetu, se kam qenë i vogël, por kam shokët që kam në ekip edhe më tregojnë masakra që janë bërë, domethënë nuk du të hyj politikës tu, dhe dashur pa dashur kjo gjë të jep një karikim, sepse ky është si një, mbas kësaj që thash, ky është si një mini trofe dhe të jep një lloj krenarie kur ti rref Serbinë. Ne mbaj mend që fitoi Zvicra dhe shënuan shqiptarët dhe na dha një krenari shumë të madhe gjithë si shqiptarë neve. Jo më të fitojmë vetë kundra Serbisë. Megjithatë unë mendoj se djem do të jenë jashtëzakonisht karikuar. Për te saj ata janë dhe profesionista, nuk janë lojtarë, si të them, dorës dytë që mund të avujnë këtë pjesë, janë profesionista në për ekipe shumë të mira dhe unë besoj se kjo do të jetë ndeshja që do ta fitojmë dhe do jemi shumë krenar mbas ndeshjes gjithë, do gëzojmë edhe besoj rrugët e Tiranës, sidomos kur fitojnë ndeshje të tilla, dihet që flamuri shqiptar edhe ai kosovar besoj se do të jetë në të gjitha rrugët e Tiranës. Ke bindje që do ndodhi si me Greqinë atëherë? Shpresoj shumë që të ndodhi si ajo. Çfarë përsëritje do ishte ajo? Megjithse edhe Serbia ka goxha ekip mirë, po unë besoj se kjo kombëtare është me vërtet një nga kombëtaret më të mira që unë njoh gjatë gjithë jetës time. Kështu që unë shpresoj dhe besoj shumë që do ta fitojmë këtë ndeshje. Sa i përket aspektit teknik, le të lëm jashtë mënjam për momentin pjesën historike dhe rivalitetit dhe urrëties e tjera. Sa i përket aspektit teknik, sipas teje, çfarë duhet bëjmë kujdes kundër Serbisë, duke njohur që Serbia ka goxha kvalitet si në sulm, si në mesfush, por edhe në portë, sepse portieri Milenković Savić është goxha portieri mirë i Torinos. Edhe për topat në ajër, po edhe për rivënjet e kanë vënë re, e dërgon topin në qimi shumë larg dhe mund niset direkt ekipi në kundërsulm. Shikon, ti the porteja saj, po unë besoj lojtarët nuk mund ta lejnë dot të gjë politike, kurse pjesa taktike pastaj është, besoj se i kanë marrë masat. Unë mendoj që me këtë kombëtare që kemi, ne mund të përballemi me çdo kombëtare sot në botë, nëse përpara dijej, nëse do lunim kundra një kombëtare të fortë, dijej që shpresa jonë ishte një barazim mbase. Kurse me këtë kombëtare ti mund të fitosh me çdo lloj ekipi. Kështu që besoj ne me lojën me topat gjatë ne nuk para e përdorim tani. Kështu që mbase me Jasirin apo me lojtar shtatë shkurtër që mund ta luajmë lojën poshtë. Megjithatë kujdesi duhet që mos psojmë më shumë, pastaj për pjesa shënimit golit besoj se kemi goxha lojtar të mirë që mund të shënojnë, dhe pse ai Milinković Savić është portier i mirë, po prap portieri nuk ka ç'a bën kur një kombëtare ushtron presion, nuk e lë dalë ekipi. Çdo kombëtare pastaj e ka të vështirë këtë pjesën, sado të jetë kombëtare mirë. Gjë tjetër në lidhje me këtë ndeshje, doja të pyesja, dakord, ne kemi përballë Serbinë, e dim që kjo mund vari shumë fatet e grupit, duke qenë se kundërshtari ynë direkt është Serbia dhe jo Anglia. Ti dhe kjo kombëtare beson, më bën dot një krahasim, çfarë mendon që ka ndryshe, ti ke jetuar kombëtaren e ciklit të Debiazit. Më bën dot një krahasim çfarë ka më ndryshe, kemi pasur këtu dhe Orges Shein, që e kemi pyet ti ke shok Orgesin. Kemi pasur këtu dhe na ka thënë që unë shoh që ka ndoshta pak më shumë cilësi, ne kemi qenë më shumë grup dhe më shumë sakrifica për njëri tjetrin. Është kështu? Besoj se kjo është shumë e vërtetë. Atëherë ka qenë më shumë grup, sigurisht që ne nuk ishim kualifikuar në për Europian dhe i gjithë grupi e donte atë pjesën. Qëlloi dhe momenti që të gjithë lojtarët e asaj periudhe qëlluan në një moment të i gjithë ishin në top form.
Atëre, kurse tani mendoj se janë më kualitativ si lojtar, po luajnë me ekipe goxha të mira, po t'i shohim tani i kemi ke Interi, Ramadani, ke Lecën, Serie A, kemi Brojan, kemi Jasirin, që kanë goxha kualitete, kështu që unë mendoj që është kjo pjesa. Atëre ka qenë, jo se tani nuk është grupi, por tani është kualiteti më i madh se çka qenë atë kohë atëre. Pra ne kemi të drejtë deri diku si shqiptar, si tifoz, që ndonjëherë mërzitemi dhe themi jo më se mund kishim bërë më shumë. Po, kemi drejt shumë, edhe nëse më përpara thoshim që kaq që kemi hapin, kurse tani ne mund bëjmë më shumë dhe kemi shumë drejt që mërzitemi sepse i kemi kualitetet, siç e thash edhe më përpara, që të përballemi me çdo lloj kombëtare. Kuptoj. Ti mendon që Shqipëria do kualifikohet në botror, nuk ka ndodhur kurrë. Ose të paktën play-offi, po them. Ose të paktën të luaj play-offin për të shkuar në botror. Shpresoj shumë. E di që është e vështirë, është goxha e vështirë, sepse botrori është tjetër gjë, por mundësitë ne i kemi patjetër që mund të kualifikohen dhe shpresoj që të ndodhi një ditë sa më shpejt, por nuk e di se kur. Qefi është patjetër që ta shohim sa më lart kombëtaren tonë. Dhe fundin lidhje me kombëtaren, kjo është një gjë që unë dua të kuptoj nga ata që kanë qenë protagonistë në fushë. Kam pyetur do lojtarë dhe ndoshta ma kanë pohuar këtë gjë. Kur luajmë në Tiranë ose në Shqipëri, kemi një presion që shpesh nuk na lë që t'japim 100% tonë që vjen nga shkallët e stadiumit. Kjo ka bërë vaki dhe në kohën kur kur ishe Qemal Stafa në atë kohë, ose qofte edhe Elbasan Arena që sa ishe ndërtuar? Po, është e vërtet, domethënë është presioni tifozëve që ti duhet t'japësh më të mirën dhe të marrësh dhe rezultatin, patjetër. Sigurisht që kur lund ndeshje jashtë nuk e ke atë që tifozi jo do kërkoj shumë, edhe ndoshta për këtë pjesë dhe je pak më i qetë apo je më i relaksuar. Sigurisht që ka anën e keqe të vetën kjo pjesë, presioni tifozëve, por ka dhe anën e mirë, pastaj karikimi që t'jep tifozi jot, sidomos kur je duke fituar apo gëzimi i momentit, dhe është i shtys goxha pastaj ekstra për lojtarin kjo pjesa e tifozit. Alban, do kthehemi tani pak te një histori e jotja. Më përpara unë e përmenda që portierët përmenden thjesht kur ndodh një ngjarje e madhe dhe portieri është protagonista ajo ngjarje e madhe. Ngjarja jote e madhe ka qenë në vitin 2016, në 20 korrik. Para se të luaj kjo ndeshje dhe kjo ngjarje e madhe që ti do ta mbash mend gjithë jetën këtë, normalisht, unë kam qenë në Elbasan Arena dhe ishte ndeshja parë kundër Ferencvaroshit, turi i dytë kualifikues i Champions League-s. Ka bërë një ndeshje relativisht mirë Partizani në Elbasan Arena, por barazuam 1-1, qofse s'gaboj, dhe normalisht që shkoje në ndeshjen e dytë në Budapest me frikën tani Ferencvarosh kishte një diferencë buxheti 20-30 milion euro, domethënë po flasim. Po edhe ekipin shumë mirë dhe shkon me frikën. Ka bërë mirë atë në Champions në disa vite Ferencvarosh. Kishte një, le të themi, kishte një plus. Unë nuk e harroj se isha shumë i fiksuar te këto gjëra. Tifozeria e Ferencvarosh, që është tifozeria më e madhe në Hungari, ishte protest kundër presidentës dhe drejtuesve të Ferencvaroshit. Dhe ndeshin në Budapest nuk është se e kam mbushur komplet stadiumin. Dhe dëgjoheshin më shumë guerrilcat, tifozët e Partizanit në pjesën më të madhe. Dhe do dalë te episodi. Episodi është kush e ka parë kampamjet e tjerë, vin 1-1 mbas një autogoli që shënon e para Ferencvarosh, pastaj vjen një autogol dhe barazohet 1-1 dhe shkon ndeshja deri te penaltit. Te ato penalti ku Alban Hoxha do bëhet protagonist dhe do shkruaj një pjesë të historisë të atij Partizani, sepse golin vendimtar, përveç se pritje, golin vendimtar e shënon me Panenka. Qimi, tani në ato momente unë jam para televizorit, unë përshikoja ndeshjen nga televizori, ne kishim në atë Kopunera dhe Sport Expressi, kishim Markun që kemi sot tu, ishte stadium atëherë, e kishte marrë Partizani, se merrte një përfaqësues të medias për të marrë. Dhe kam përjetuar natën më të çmendur në herë, domethënë, sepse nuk para bëm vaki ajo gjë. Alban, çfarë shkoi ndërmend që të bësh Panenka në penalltin që do ishte vendimtare? Shiko, para se të arrij aty, faktikisht siç duket ishte shkujt në atë periudhë që unë do bëja diçka të mirë, sepse ne në mos gaboj e kemi pas ndeshjen me Bratislavën në fillim. Dolëm tu 0-0,
ne lushim për Europa League, sepse ka qenë Skënderbeu për Champions League, dhe shkum Bratislav dhe një ditë para na lajmërojnë që është dënuar Skënderbeu dhe Ferencvaroshi që kishte rënë Skënderbeut Kaloi të lartë Partizani. do lunim ne me Ferencvaroshin. Lujtëm ndeshjen e parë këtu, ka qenë ndeshje mirë e jona, biles ke goli që kam ngrënë unë, ka qenë edhe si tip gabimi im, se dola në një moment, ka qenë një sulmues Bode ka pas emrin, në mos gaboj, dhe ka bërë golin kënd 0, asa i se mendonte, mu më ka kalu topi diku, nga cepi 16, më kaloi shumë afër këtu, nuk e prita dot, edhe gjatë asaj jave ishin ato kritikat, më qa goli është ai, edhe nga pjesa aty, pjesë punëtor të klubit, po edhe tifozët jashtë sportit që më pyesnin po ama i goli kështu. Nëse ikoja pjesë, ikën Ferencvarosh pasaj, ndeshja shkoj si shkoj, kur ishte momenti që po bënin penaltit, kush do i gjunte, si do i gjuheshin, dhe ka qenë Batha, i thot Idi Batha, i thot që vini Albanin ta gjujt parën. E nese, kur tha Tranjei që do gjushti i pari, i them Bathës, i them, do shofësh i penalti, unë e kisha përgatitur, që kur tha i do gjushti, thashëm, do shofësh i penalti, thashëm, më tha mua, tha se, ta kam vënë unë emrin aty dhe mos na flisha. Jo, thashëm, pa merak. Dhe ishte edhe pjesa që, edhe po ta humbja, kisha mundësi rikuperimi, se isha vetë në port, dhe nuk është se kisha frikë të pjesën, si kur ta humbja. Megjithatë, fati imi mirë se shënova Panenka, plus që prita dhe 3 penalti, dhe ka qenë ai sezon, masanej, ka qenë dhe një nga sezonet e mia më të mira, duke qenë se unë kisha ardhur nga një fazë përgatitore me kombëtaren, kisha ardhur nga Europiani, domethënë isha në një moment jashtëzakonshëm timin. Dhe kampionatin atij viti, unë kam bërë goxha kampionat shumë të mirë dhe këtu. Kështu që ajo është një nga ndeshjet që mu sot e kësaj dite ma kujtojnë gjithë, domethënë ka ngel si ndeshje vitrim për mua, po unë nuk është se e mendova se do shkonte ashtu, po janë ca ndeshje që në herë të marrin për mirë, po janë dhe ca ndeshje që në herë të marrin për keq, që ti mundohesh bësh çat dush, po nuk tecën ndeshja. Kështu që mu mori për mirë e ndeshje dhe fati që luaj edhe për Champions League, dhe kjo ishte një fat i madh që mbahet mend akoma. Ta kujtojmë besoj shumë edhe mu më kujtohet bile se në mos u gabofshëm korrigjoj ose në gabim. Ka qenë ndeshje me Izraelin që mori të kuq Berisha. Po. E futi po jo. Po. Edhe është bërë penalti dhe ke pritur. Po, prita penalti. Edhe unë dha atë më mend shumë. Atë ndeshjen. Po, ka qenë dhe ajo ndeshja. Ka qenë që ajo që u mori kartoni kush me 9 lojtarë ne. Po, ishte katastrofë arbitrimi kjo ndeshje. Më u ishte topi në fush në krahun tjetër të fushës, u dha kartoni kush dhe karton të kuq. Katastrofë. Ja morëm hakun që ndeshja kthimi. Jo se dua të dal Rafa Matia. Jo se dua të dal në mbrojtje, po në fakt në krahasim me vitet e shkuara, kur ka qenë Albani grumbullim me kombëtaren, ne kemi drejtën me arbitrat, nuk kemi pasur në punë në favor, në gjë. Arbitrat na kanë masakruar gjithmonë në ndoshta na shihnin edhe si Shqipëria edhe kjo. Këto vitet e fundit nuk kanë parë ndryshim. Po, unë nuk mbaj mend që kundërshtar të kalibrit Çeki ose të tjerë të mbeten me 10 vet kundër Shqipërisë ndonjëherë. Paktën në memorien time. Po. Unë nuk mendoj se ka ndonjë ndryshim thojza politik të kësaj gjë. Unë mendoj më tepër që është një rritje e nivelit të Shqipërisë, do sjellë situata ku kundërshtar është detyruar të bëjë gabime më të rënda, e para, edhe vari i dyti, se për shembull ke rasti Çekis vjet që thotë u pa në var. Prekja me dorë, u pa në var. Tjetër kur arbitri bën një gabim pa dashje dhe është tjetër kur është dashakeqës. Po është e vërtet kjo që më përpara ndoshta na kanë parë dhe atë. Ekipet e vogla përgjithsisht nuk favorizohen, ekipet e mëdha favorizohen. Po edhe Shqipëria ndoshta na kanë parë me këtë sy dhe prandaj dhe ne i kena vujt shumë to dhe pjesën përtej që ekipi nuk ka qenë ekip që mund të konkurojë me ekipe të forta, po ishte edhe që duhet mbaja edhe këtë pjesën e arbitrave. Alban, do vim te një plagë futbollit shqiptar që unë diskutoj thuajse me të gjithë, po edhe me djem tu, stadiumet që po boshatisen. Më vjen për qesh kemi pas stadiume shumë më të këqija në infrastrukturë, stadiume që vinë të erë të keqe etj, po ka pas njerëz që vinin në stadium. Tani po i ndërtojmë dhe po i bëjmë stadiume dhe më duket fix ka qenë një herë një kohë që thoshte ndjeri Berlusconi, thoshte atitore, çai keni këto kulla që i keni me drita të fikur dhe nuk banojnë njerëz.
thoshte po më mirë tri pasuria lart se sa nën tokë që kemi pra thjesht i ndërtojmë dhe ti kemi. Mua më duket tani që kemi ndërtuar gjithë këto infrastruktura, por nuk na vijnë njerëzit. Çka ka ndodhur Alban sipas teje? Unë mendoj se edhe kjo pjesa e Final Forit ndoshta i ka larguar pak tifozët, sepse dihet ekipet që do kapin Final Forin ose që janë të favorizuara, dihen ato pak ekipe, plus që mendoj dhe ke pjesa e emigrimit, besoj se mund të kenë ikë shumë. Unë njoh shumë tifozë që kanë qenë të vjetër më përpara, shumica atyre janë komplet që kanë ikur në emigrim, ose janë bërë me familje, nuk kanë mundësira financiare, kanë hallë të punojnë para se të vinë në stadium, bëjnë biletën me familje. Që janë gjëra që besoj nuk mund ta bëj si politike, po është dhe kjo pjesa e vështirësisë tani të jetës, dhe kjo pjesë mendoj se edhe mund t'i ketë largu disi tifozët. Plus që edhe kjo, siç e thash, Final Fori, unë jam me atë që duhet kthehet ajo klasika. Ti je me klasikën, me të vjetër. Ka qenë, është më e bukur, rivaliteti aty është më i fortë, sepse ty kur të vjen kundërshtari 2 pikë mbrapa, apo kur e ke 1 pikë para që do ta kapësh, dhe tifozi vjen me shpresën që se po e kap atë ekipin para, ose se mos na vi ekipi më poshtë. Kështu që duhet këtë pjesën e Final Forit unë mendoj se duhet ta heqin sa më shpejt nga kampionati, siç janë gjithë kampionatet e botës. A mund të bëhet Egnatia një Skënderbeu i atyre viteve? Si e shikon? Po, Egnatia ka bërë shumë mirë dhe besoj mund të bëhet. Ka bërë goxha mirë. Ka fitu 2 kampionate rresht, por nuk është vetëm fitimi i kampionatit, është dhe loja që ata bëjnë, që edhe trajneri ka bërë goxha punë të mirë, ke loja që ka injektuar. Kështu që besoj këtë që po bën Egnatia, duhet ta bëjnë shumë ekipet kampionatit shqiptar, të marrin shembull dhe nga ato ekipet që kanë pas qenë më përpara, siç e përmendet ti Skënderbeu, që dhe kampionati të ketë një farë rritje në cilësi dhe nivel, që kur të shkojmë në Europë, konkurrojmë në Europë, jemi të denjtë. Megjithse këto vitet e fundit ne kemi qenë të denjtë në ekipet shqiptare kur kemi dalë në Europë, nëse më përpara nuk ishim asnjë shpresë. Tani për shembull turi i parë është më se i arritshëm për kualifikim. Kena fillu ke turi 2, po shkojmë deri në play-off. Kështu që kjo vjen si pasojë e kampionatit fort. Nëse ti ke 5-6 ekipe që konkurrojnë, që janë të forta, detyrimisht dhe cilësia do jetë më e mirë dhe përfaqësimi në Europë do jetë akoma më i mirë për klubet shqiptare. Mendon që strategjia e vetme është që të investohet te lojtarët cilësor, apo ekziston dhe këtu një problematik që ka të bëjë me faktin që tani po hiqet fare dhe federimi i huajve dhe kjo pengon dhe shumë futbollistë shqiptar ose që vinë nga akademit, sepse çdo ekip i madh ka një akademi, dhe unë në këndvështrimin tim Alban kam parë që këto 60%, 70% e të huajve që vinë nuk kanë cilësi më të mirë se sa shqiptare. Unë mendoj se këtë pjesën e tuajve duhet t'ja vënë limitin siç ka qenë. Por nuk është ky problemi. Unë mendoj se problemi fillon që ke moshat e vogla. Lojtari që aty duhet filloj të marri bazën e stërvitjes, të gjitha. Gjën kryesore që duhet filloj që nga pasimet, vrapimet, përgatitjen fizike, domethënë kjo duhet të shkojë zinxhir me atë që klubi kërkon, që kur një lojtar të arrijë që të jetë pjesë e ekipit parë, ai të ketë marrë të gjitha këto bazat dhe të jetë i përgatitur për të konkurruar me lojtarët e ekipit parë që ai do shkojë, sepse nuk mund vi një 17 apo 18 vjeçar, dhe pse është i ri, mund vi në ekip parë dhe trajneri tani ti mësoj pasin, crossin, to gjëra duhen bazikat. Që në fëmijë që ai të jetë i përgatitur për të qenë denjësisht me atë që është i ekipit parë dhe të konkurrojë pastaj, se sporti është i vetmi që mund vija i huaj, edhe ne e kemi këtë në Shqipëri që i frym pak këto tuaj t'i bëjmë, por është i vetmi që fusha nuk të gënjen. Ai huaj mund të luajë 1-2 ndeshje, shqiptari do bëj më mirë dhe është e vetmja gjë që nuk e gënjen dot as publikun as trajnerin. Domethënë ti je vetëm aty, konkuron me atë tuaj, nëse ti e meriton pastaj, është vendi jot, nuk ta merr dot, as i huaj as një. A mendon se
ne kemi pas një diskutim këtu dhe me Redi Jupin. Edhe një nga problemet që mendonte Redi që ishte të kjo pjesa që çdo klub është detyruar të ketë akademinë e vet. Dhe në një demografi që po ndryshon në Shqipëri, pasja e gjithë këtyre akademive, mbase vështirëson edhe gjithë pjesën e investimit dhe gjërave. A mendon edhe ti se të pasë e më pak akademive, të pa lidhura me klubet, po që furnizojnë klubet, private, akademi private. Po, pas e më pak që të përqendrojë më shumë talent, për të rrisi presionin e talentit. Po, edhe të bëhet tip drafti, po themi. Diku është e vërtet, po tani një klub nuk mund të presi nga një akademi private, sepse ai mund të ketë akademinë e vet. Për shembull, ke Akademia Partizani në çdo vend nuk dalin gjithë, nuk bëhen gjithë lojtar, po Akademia Partizanit sot ka mbi 250 veta. Ka nxjerr 2 grup mosha kampion. Ka nxjerr grup mosha dhe unë shoh që të gjitha, domethënë, të gjitha moshat e Akademisë Partizanit po bëjnë shumë mirë. Kështu që Partizani për brezat e ardhshme pothuajse i ka lojtarët të gatshëm, nuk ka pse ti të blej jashtë apo ti të marrë lojtar me çmime që fryn këtu stratosferike. Po, këtu është ka gati lojtarët i përgatit vetë dhe i nxjerr vetë. Po kjo është furnizimi që ndodh ama, në akademia është i ulët ama. Pra pavarësisht se edhe Tirana për shkakun ka akademinë e vet që ka pas me sukses të saj edhe të tjera. Po shikojmë që Tirana pati një vit që mori shumë lojtar nga akademia, Ismail Gecin, Çelakën, pati atëre. Edhe Albidoga ishin shumë. Albidoga po ishin një brez atë që u mor, edhe ishin një brez shumë i suksesshëm për më tepër. Por ne nuk e shohim këtë që ndodhi në mënyrë të rregullt. Se mbase po ndodhi në mënyrë të rregullt, marrin akademia dhe ardhin rezultateve, jam dakord. Problemi është që ne shohim që preferohen blerjet e jashtme dhe akademia ka plan ekstra që do të vinë, patjetër se ti e ke me plan për ta shitur apo me perspektivë. Pa diskutim që shikom, edhe kjo pjesa e akademisë tani vitet e fundit ka filluar. Se më përpara nuk është se ka pas akademi ose ikshin stërviteshin më shumë për qef këto pjesa, arrinin ndër ke U17, U19 dhe unë njoh pothuajse gjithë brezin tim, shokët e mi që ke U19 pastaj nuk kishin më mundësira dhe e linin. Kurse tani klubet të japin goxha mundësi. Për shembull ti nqof se me vërtet je i formuar, je lojtar që je i aftë ose je i denjë për ekipin e parë, tani Partizani të merr dhe aty vin goxha lojtar të rinj që provojnë javë pas jave, për shembull një javë vin 3-4 nga U17, U19, që bënë stërvitje bashkë. Që bëjnë bashkë me ekipin e parë, javën tjetër vin 3-4 tjerë, domethënë që japin një kënaqësi që dhe lojtarit të ndihet që unë jam pjesë e Partizanit dhe Partizani po jeth syt nga unë. Jo, siç kanë qenë përpara që ishin si komplet pa shpresë. Arrinte dërke U19 dhe aty pastaj linte dhe sportin. Tu nuk e kam për Partizanin Alban, po e kam përgjithsisht këtu ne. Kur ndodh në Itali, domosdo çimi do ndodhë edhe këtu ne. Para ca kohësh, programi Lejene, që është goxha i suksesshëm në Itali, bën një hetim shumë të bukur dhe këtu po flas për një legjend të Napolit me titull kampion, Salvatore Bagni, ka luajtur me Maradonën, ka fituar titull kampion. Tani është talent scout në Serie C, kategorinë e 3 italiane. Dhe Lejene bëri një hetim goxha të suksesshëm që e kapën këtë, po kjo thjesht vërtetonte diçka nga dyshimet që ishin, që ky i thoshte që këto u hoqën sikur kishte një lojtar që nuk ekzistonte në fakt, po që ishte vllai dikujt dhe thoshte mund të luaj në Serie C në kategorinë e 3 italiane, po patjetër kam miq te ky klub, te ky klub, te ky klub. Unë dua 30.000 euro, klubi don 20.000 euro, ti je i sigurt që do luaj gjithë sezonin. Kam frikë kur ndodh në Itali, kam frikë që këto gjëra janë. Alban gjithandej. Po këto pengojnë shumë familje, shumë të rinj, është një plagë e cila nëse ne nuk dalim nga kjo plagë. Është plagë e vjetër, bile s'ka qenë edhe më përpara, ka qenë goxha e theksuar si plagë. Po mendoj, prindi sot do paguaj lek trajnerit për të fut djalin e vet. Pa i është që bien sy. Ja do luaj, sa do luaj. Nuk mund ta shtysh pafundësisht që të luaj. Domethënë fusha është e vetmja gjë themi në sport që ti tregon horrliqet, që s'mund të luaj as babi jot as njeriu jot. Kështu që besoj këtu janë minimizuar goxha këto gjëra, edhe ke fëmijët e vegjël dhe domethënë që po flas që nga mosha U10 kanë pas ndodhin, por janë goxha të minimizuara këto. Ke pasur trajner shokun tënd Orges Sheimun, duket e çuditshme, ish portier, bëhet trajner bashkë, jeni stërvit bashkë, keni luajtur bashkë, ti e gjete në rolin e trajnerit.
Si ishte raporti? E ndan do të raportin nga shok në trajner? Patjetër që po. Domethënë me Gesin ka qenë një periudhë dikur që kishim si një lloj sfide kush ishte portieri më i mirë i kampionatit shqiptar, kur ka qenë Korça e famshme dhe Gesi ka bërë goxha mirë edhe unë. Pasandej kemi qenë dhe në kombëtare bashkë disa vite, unë Berisha dhe Gesi. Pastaj u bë trajner, sigurisht kur erdhi ke Partizani unë lobova fort që ai të vinte aty, përveç faktit sepse kishte bërë goxha mirë dhe me Tiranën, do bënte mirë mendoja dhe ke Partizani, erdhi, mendoja që do rrinte goxha më gjatë, por në njërë në sport dihen gjërat, nuk shkojnë siç duhet. Kështu që marrëdhëniet i kanë pas shumë të mira edhe kur ka qenë trajner ke Partizani, megjithatë jo si ajo pjesa që kemi qenë shok në kombëtare, sepse është tjetër gjë shoku, është tjetër lloj respekti që unë i jepja si trajner kur ishte ke Partizani. Sigurisht që ata të rinjt mua do merrnin shembull ke pjesa komunikimit apo e marrëdhënies me Gesin dhe unë mundoja gjithmonë të jepsha atë rolin e trajnerit Gesit, jo si shok. Pasandej pjesa tjetër jashtë mund të ishim dhe shok dhe rrinim pinim kafe. Diçka tjetër që do të shtoja për flas këtu për kampionatin shqiptar ka të bëjë me këtë. Ti dhe Gesi, të dy, nuk e provuat të luanin jashtë Shqipërisë. Alban, mund duket e çuditshme kjo gjë, duke qenë se keni kontribu kaq shumë vite, të dy me cilësi, të dy me talent, të dy me pritje shumë të mira. Më duket sikur ju ishit në një komunizëm imagjinar, dikur nuk i linte komunizmi që transferoheshit, kurse ju qëndruat tu me dëshirën tuaj. E vërtet është. Shiko, jo komplet me dëshirë, jo komplet, po, ka pas dhe gjëra tjera. E vërtet është, unë nuk e di, po flas për veten time të paktën, ndoshta s'ka qenë fati bashkë i lidhur me gjithë komponentët tjerë. E vërtet që kam pas goxha oferta të mira, edhe nga kampionate shumë të forta në Europë. Dëshira ka qenë ta provoja veten njërë jashtë kampionatit shqiptar, sidomos në ato momente që kisha arritur çdo gjë në kampionatin shqiptar, edhe lojtari do të provoj diçka më të fortë ose një kampionat më të fortë. Su arrit, nuk u bë kjo pjesë për shumë arsye dhe mendova ti qëndroja besnik për Partizanit pastaj deri në fund të karrierës, dhe pse më vjen keq që nuk u arrit kjo gjë, por ndonjëherë s'do fati edhe s'ka problem. Serie A, mund shkosh në Serie A? Po e vërtet është, ka pas klubi 2 oferta, një ka qenë nga Kievo Verona dhe një ka qenë nga Spali. Kjo Spalit ka qenë ofertë konkrete, por nuk u arrit me klubin, por nëse kam dëgjuar më mbrapa, ka qenë pjesa e shumës që kërkonte klubi. Për kartonin? Për kartonin dhe ata nuk kanë rënë dakord për atë shumë. Kam pas një grup menaxherës italian që në një moment vajtën ju ofruan Napolit dhe Napoli nuk është se i ktheu në i përgjigje, po i la disa kohë, i la në pritje, pastaj nuk e di më se ç'a ndodhi, se pata dhe shkëputje me këtë kompaninë e menaxhimit, por këto ka qenë ofertat nga Italia. Tani Alban dalim te ti ke pasur shumë shok skuadre gjatë gjithë këtyre 12 viteve të Partizani, po le të themi disa nga ato që ti mendon që kanë pasur një cilësi të jashtëzakonshme që mund vendosin shpesh edhe ndeshjet me individualitetin e tyre, por sidomos në derbi që ti prisje të ore ke ky sot e diun që ky do mbëj diçka sot. Shiko, kanë kalu shumë lojtarë dhe që kanë bërë goxha mirë për periudhat që kanë qenë. Është e vështirë që të ndaj 3 apo 4 apo 5 sepse janë goxha lojtarë. Për shembull, po ta marr nga mbrojtja që kanë qenë goxha mbrojtësa të mirë, unë kam kalu shumë lojtar, apo ty mes fush ka qenë Batha, periudhën e vet që ka bërë goxha mirë, Ramadani që sot është pjesë e kombëtares, që ka bërë goxha mirë për atë periudhën që dolëm kampion, pastaj Telushi ka qenë goxha mirë mes fush. Bruno Telushi, po hy tani ke pjesa sulmit që kanë kalu lojtar pafund që periudhat e veta kanë bërë goxha mirë, për shembull mund të marrë Xhipin, ka bërë mirë, ka qenë Sukaj, ka qenë Mazrekaj, Jasir Jasani që është pjesë e kombëtares,
është Tegubani që ka luajt goxha mirë. Domethënë kam kalu lojtar që kanë bërë mirë ke Partizani në periudhat e veta të ndryshme. Dhe nuk e di, domethënë mund vi një tjetër që ashtu, po kam kalu lojtar pafund. Në 12 vite më lojtar mbi qindra lojtar që kanë A ti je pak kënaqësi personale dhe që i ke pas shok skuadre, fakti që luajtën u transferuan në kampionatet huaja, por këtu marrë le të themi Ramanin, që Ramanin, sot po, që se ma fitoi kujtove një tani. titull te Napoli, por është ngarë për titullin tjetër. E prisje Ramanin në këto nivele? Shiko, nuk mund ta mendosh kur e ke shok skuadre që mund të arrijë ato nivele, pavarësisht se mund të bëj goxha mirë në kampionat, por është kënaqësi jo vetëm e imja që e kam pas shok, është kënaqësia e klubit që dikush ka shku nga klubi Partizani sot lun Serie A dhe lun Champions League, por dhe për Shqipërinë, për ambientin e sportit shqiptar është një gjë e jashtëzakonshme që të arrish nga Partizani. Kemi Ramadanin që ka i ke Lecce, Jasiri që po lun kombëtare, po bën shumë mirë. Kemi Amirin që është ke Napoli, ke një nga klubet më të mira, po Dhe flas kapiten te Kosova. Në Europë, kapiten ke Kosova. Kështu që kjo tregon dhe për brezat e rinj, që kur mos thuaj kurrë, nëse ti stërvitesh, ke dëshirën për të bërë dikushi, kjo tregon që mund t'ja arrish e mund të shkosh aty ku ti dëshiron. Patjetër që është pjesa fatit, është pjesa e punës që ty do të privoj nga shumë gjëra në jetë, se sporti nuk është vetëm ajo 90 minuta që ti shef në televizor. Sporti është goxha stërvitje, grumbullime, pjesë përpara që ti të arrish deri ke 90 minuta. Megjithatë, nëse ti ke dëshirë të bësh sportist, sot janë mundësitë që të arrish shumë lart. Do të përmend një emër, jo nuk flaste se për punë hatri se e njoh, sepse e njoh thuajse goxha gjithë aty te Partizani, por që unë personalisht kisha kënaqësi ta shikoja në stadium dhe mendoj që nuk e di pse ky lojtar nuk arriti të transferohej në Serie A ose në një kampionat tjetër, po flas për Rapajn. Ti e ke pasur stërvitje në ekip. Po. Për mendimin tim Rapaj ka cilësi të jashtëzakonshme si lojtar dhe teknik. E ndjente edhe ai pak të faktin që pse deri në këtë moshë unë në kampionatin shqiptar, domethënë edhe mund të kisha pasur një shpërthim tjetër me cilësitë që ka kështu. E thoshte ndonjëherë stërvitje? Jo, faktikisht nuk është se e shprehte, megjithatë ndoshta si ka ardhur momenti apo nuk e di si ka qenë problemi që ai nuk është transferuar më shpejt, por nuk është vonë për Rapajn të arrijë dhe më lart, jo vetëm në Ukrainë, po ai nëse do bëj mirë aty, mund shkoj dhe më lart. Ne marrim për shembull rastin e Rahmanit, me që e përmendëm, ai nga Partizani shkoi ke Lokomotiva, domethënë i kaloi gradualisht, kaloi ke Dinamo Zagrebit, pastaj shkoi ke Verona, domethënë nuk është se shkoi nga kampionati shqiptar ke Napoli. Kështu që kjo edhe për Rapajn, ndoshta mund ta kishte bërë dhe më shpejt këtë gjë, por ka shku në Ukrainë, nëse ai do bëj mirë, siç bëri këtu, mund të arrijë akoma më lart, mund të arrijë shumë më lart se kampionati i Ukrainës. Unë shpresoj dhe më bëhet qefi që jo vetëm Rapaj, po gjithë lojtarët shqiptarë që kanë ikur jashtë, Cara, Adroi, Skuka që iku, të bëjnë sa më mirë në kampionatet që janë dhe të arrijnë akoma kampionate më të forta dhe më me emër në Europë. Përveç që pjesa monetare është akoma më e mirë, po dhe karriera dhe t'jep një lloj tjetër satisfaksioni nëse ti arrin të lush kampionatet më të forta të Europës. Është e vërtet kjo pjesa që kur lë kampionatin shqiptar dhe ti transferohesh diku tjetër, fillon merresh më shumë parasysh për kombëtarën shqiptare të futbollit? Shiko, mbase mund të jetë dhe kjo pjesa, por dhe në kampionatin shqiptar kombëtarja i ka hedhur syt. Jo aq sa duhet ndoshta, por sigurisht që mund ndikoj, sepse nëse di do lush në një kampionat më të fortë, po të marr shembull si Kroacisë, që nuk e ka që Shqipëria nuk e ka cilësinë e kampionatit kroat, patjetër që është më e thjeshtë dhe për kombëtaren, sepse sigurisht kombëtarja do lojtar të afirmuar, lojtar që të jenë momentalisht në gjendjen fizike më të mirë. Kështu që është kjo pjesa, por dhe kampionati shqiptar nëse bën mirë këtu, kombëtarja ka marrë goxha lojtar dhe nga kampionati shqiptar. Shikon në këtë kampionat që sapo mbyll cilësi të shumë lojtar që nesër pas nesër ti i shikon kombëtare.
Po ka goxha lojtar, nuk mund të përmend emra 1 apo 2, po ka shumë lojtarë që po bëjnë mirë në kampionatin shqiptar dhe pse jo mund të arrijnë kombëtaren dhe që nga kampionati shqiptar ose nga një kampionat diku që të jetë dhe më i fortë. Pastaj do kalojmë te çimi të disa pyetje, por pyetja ime në lidhje me le të themi atë që shpesh quhet tradhti ose jo, ka bërë ndonjëherë ofertë Tirana zyrtare dhe si ka qenë përgjigjja jote? Dua me sinqeritet që në momentin që të kanë kontaktuar, besoj që të kanë kontaktuar në mendimin tim. Po kam pas kontakte disa herë. Sigurisht përderisa nuk kam shku, përgjigjja ka qenë negative, ka qenë e vështirë ose është një gjë që për mua nuk është normale, sidomos të lëvizësh nga Partizani direkt ke Tirana apo nga Tirana ke Partizani, duke e ditur rivalitetin e dy klubeve dhe është goxha e vështirë, aq më tepër që unë isha dhe kapiteni i Partizanit, nuk është se mund të isha i lojtar do si do që nuk isha pjesë e formacionit, ndoshta për këto lojtarë është pak më e thjeshtë kalimi, kurse unë nuk mund ta bëja këtë gjë, të kaloja na Partizani ke Tirana, nuk mund të tradhtoja tifozërinë, besimin e tifozërisë dhe të klubit Partizanit. Kimi, mund të vazhdosh me pjesën finale të pyetjeve? Patjetër. Rendit këto 5 portierë sipas radhës, sipas te kush mendon që është më i miri. Nga i pari ke i pesti. Unë do të lexoj emrat. Po. Buffon, Casillas, Petr Cech, Neuer, Van der Sar dhe Courtois. Shike vështirë për mua se janë të gjithë portiera legjenda që kanë dhënë futbollin botëror. Por i rendis për pak më ndryshe nga njëri tjetri, Buffoni, unë e kam taku dhe personalisht Buffonin. Van der Sarin e kam pas qef, Casillasi, Neueri, që ka bërë goxha mirë dhe ai. Courtois i Real. Petr Cech, edhe Petr Cech, dhe Courtois që është tani momentalisht, domos vjet ka bërë një sezon të jashtëzakonshëm. Por është çike vështirë të ndash këto portierë se janë të gjithë janë. Kanë dhe specifika ndryshme, se Cech për shembull ke penalltit ishte shumë terrible. Po. Domethënë nuk është se kanë një disnivel të madh me njëri tjetrin. Kanë dhënë goxha për futbollin. Tani kemi të njëjtën gjë po për portierë shqiptar. Do të lexoj emrat. Shej, Berisha, Albani, Strakosha, Foto Strakosha, Perlat Musta. Po të parin do vija legjendën e Partizanit, Perlat Musta, sigurisht. Pastaj për atë që kanë dhënë, Foto Strakosha ka dhënë goxha në kombëtaren shqiptare. Berishën pastaj se dhe Berisha ka dhënë goxha për kombëtaren, Shejin dhe ai ka dhënë për kampionatin, ndoshta për kombëtaren jo sa që kanë dhënë këta, por ka qenë idenë dhe i mund të lunte kombëtare, pavarësisht se kishte edhe rivalitet me Berishën aty. Dhe në Albanin ma bëja lall tata, po ta bëj të fundit. Tata është njëri i kuptueshëm, kështu që është. E di. Atëherë kemi për finalen e Championship që kemi para, kush mendon se mund të fitojë? PSG apo Interi? Dhe pse? Shiko, unë nuk është se jam në që tifoz që i ndjek këto ndeshjet, to Championship deri diku i ndjek. Edhe kjo formula nuk është se më ka pëlqyer shumë dhe më ka largu nga ajo pjesa siç ka qenë klasike atëherë që me grup, ishe qef me grupet i shifje. Por ke ndeshja që pash PSG-ja me Arsenalin, ka bërë një ndeshje të jashtëzakonshme dhe Interi më ka pëlqyer shumë në këtë ndeshje me Barcelonën, duke marrë këto dy ndeshjet që kam parë të fundit, unë them se PSG-ja është pak më e favorizuar se Interi në këtë ndeshje. Të pëlqen më shumë Donnarumma apo Sommer? Si profil portieri? Si profil edhe Sommerin pëlqen shumë. Shumë pëlqen. Metodik. Por edhe Donnarumma po bën goxha mirë ke PSG-ja dhe pritjet i ka fantastike të jashtëzakonshme. Janë të dy portierë që më pëlqejnë. Sommeri më pëlqen për pjesën se është portier që lëviz shumë me këmbët dhe moshën që ka, domethënë është shumë elastik për moshën që ka, po dhe Donnarumma për moshën e re që lun ke PSG-ja dhe me një presion të jashtëzakonshëm, kështu që për mua të dy janë portierë shumë mirë.
është e çuditshme se si e shohim shpesh, po është prapë e çuditshme që futbollistat aktiv nuk parashohin shumë futboll. Krijohet përshtypje që do shifshin shumë futboll, po kemi pasur me shumë futbollista që Po, është e vërtetë. Edhe fokusohen sepse kanë Patjetër. gjysmën e ditës në futbollin që ato bëjnë. Shiko, ne me futboll merremi gjithkohon. Edhe po të shohësh jetën për shembull që bën një sportist sot, jo duhet shkoj ke kompleksi, jo me grupin, jo stërvitja, jo analizat e ndeshjeve, dhe besoj se kohën e lirë për shembull merren me familjen apo qartë, me eksakt. dikush që është me fëmijë, merret me djalin, Ka shkolla, vajzën, fëmija, shkolla, edhe është që kjo pjesa që nuk të lë shumë sporti, nuk është për veten time e ndjek, po ndjek më shumë të ndeshjet e forta të Champions League-s që më pëlqen, ose ndjek Milanin në Serie A. Ndjek këto ndeshjet e kur luajnë këto shqiptarët që luan Napoli, për shembull Lecce, se I kam qef t'i shoh, bëhet qefi për këto. Por është edhe pak jeta që nuk të lë shumë të rish nesh gjithkohon duke parë ndeshjen në televizor. Një ndër këto që ti përmende është dhe portierët e Cagliari, ka pak vështirësi që të gjej vendin Alen Sheri, po. se normalisht dihet se si është në Serie A. Serie A është shkollë portierësh, ka qenë gjithmonë. Po, Nuk është vërtet, thjesht sot. po. Qofse do të bësh hapin cilësor në port, është Serie A, domethënë për të përmirësuar etj. Sheri fitoi formacionin një kohë, pastaj u rikthye prapë ajo. Ke ndonjë këshill për Sherin duke Ka qenë fol goxha shpesh me Alenin kur shkoi atje që firmosi, e urova, mu bë qefi, I thash me këm tok, sigurisht që Seria A është e vështirë, momentet që do lush, I thash, mundohu të shfaqesh më të mirën, tregosh më të mirën. Më vjen keq që nuk po lun më, dhe unë e uroja gjithmonë mas çdo ndeshje, flisni me uroja, shpresoj kur je aty, ty do t'jepet mundësia, dhe unë shpresoj prapë që Aleni të rikthehet në formacion, megjithse është e vështirë, ai ka bërë goxha hap shumë të madh nga kampionati shqiptar, të shkosh direkt në Serie A, është goxha që se ka bërë asnjë. Kanë shku gradualisht, duke ndruar ekipe, ose nga Serie B, ose nga ekipe. Po, duke u forcuar kampionat çik më të fortë, pak më të fortë. Kështu që besoj se Alenin kjo gjë, domethënë nga kampionati shqiptar e ka penalizuar pak pjesa e ritmit që ka qenë kampionatin shqiptar, ose portierët nuk është se kanë atë punën që mund të kenë në Serie A, presionin ndeshjeve, tifozëria, por unë uroj shumë që Aleni të rikthehet prapë në port dhe më bëhet qefi sepse ka goxha vlera si portier edhe si djalë. Tash ne kemi një pyetje që e bëjmë fakt gjithë futbollistëve, aktiv ose jo. Nëse ti nuk do ishe bër futbollist, çfarë profesioni mendon se do kishe ndjekur gjatë tyre viteve që ishe futbollist? Unë jam marrë që 8 apo 9 vjeç me sport edhe domethënë kam qenë I fokusuar gjithmonë dhe nuk është se kam menduar ndonjë profesion tjetër, po shoh që këto vitet e fundit më pëlqen ke pjesa guzhinës, gatuj një gjë, bëj vetë për qef aty, po. Interesante. Dhe më pëlqen guzhina. Ndoshta mund t'isha bërë guzhinier, e zbulova vonë këtë pjesë. Një shef guzhine, një Gordon Ramsay, shqiptar. Ti jep qetësi domethënë, kështu relaksohesh. Më jep një lloj relaksi, për shembull kur bëj, nuk është se bëj një gjë të madhe, kështu në një sallat, në një gjë të vogël, por shoh që kur prej ato gjërat më pëlqen shumë. Edhe ndoshta guzhinier. Në një jetë tjetër mund të ishte shef guzhinier. Po. E fundit që kam unë, besoj e ke parë sezonin e Barcelonës dhe Szczesnin që ka një histori jashtëzakonshme, u tërhoq, bëri disa muaj pushim, pastaj cigaren e ka pas pirë gjithmonë, në fakt. Gjithmonë. Më pëlqen sepse shumë I sinqert, dhe thot e kam pas zveste, e kam vezë dhe nuk e heq dot, nëse donin kritikoni për këtë gjë, është okay. Po, edhe Buffoni me Sadiona, edhe Buffoni, ama si të duket kjo e Szczesnit? Sa fort psikologjike duhet të kesh që ti ta kesh lënë? Të të marri Barcelona, nuk po flasim për një klub do si do, që synon dhe ti të fitosh në 8 muaj 3 trofe apo jo çimi, dhe shkoj deri në gjysmëfinalet. Vërtet është dhe pjesa fatit. Është pjesa fatit shumë. Mendoj se ai as vetë se kishte menduar që do lunte ke Barcelona, ajo më të rikthehej më në sport. Pra që kur mos thuj kurrë ndonjëherë, vijnë ca gjëra që kur ti nuk I pret fare. Unë këtë pjesën e fatit e kam vujt në veten time, domethënë për një fraksion sekonde unë e kam vazhduar futbollin. Ka qenë një moment që unë sot mund të mos isha bërë kurrë futbollist dhe besoj që duhet besosh dhe ke fatin në këtë pjesë.
janë ca gjëra që as nuk i mendon, po ja që vinë. Mi që jemi ke fati, përpara ndeshjeve të rëndësishme, ke ndonjë hajmali ose ndonjë rutinë që ti bën, ose ndonjë supersticion, se ka shumë lujës që kanë të tilla. Po, gjithë sportistët Po, përgjithësi gjithë kanë. Unë duke qenë se i përkas fest muslimane dhe gjithmonë për shembull hy me këmbën e djathtë në fush ose para se të bëhem gati për ndeshje, vesh gjithmonë dorezën e djathtë para, pastaj pucën e djathtë edhe hy me këmbën e djathtë dhe them atë bismillah si gjithë muslimanët. Kjo domethënë kjo është gjëja që si rituali po them. Kjo është rituali çdo ndeshje time. Kaq, nuk është se kam ndonjë gjë më. Alban, do të mungoj fusha në momentin që do vijë atë që thonë që muajt e parë janë shumë të vështirë. Po besoj se do mungoj, por besoj se kjo pjesa e portierit dytë tani mund ma bëj më të lehtë të pjesë, sepse nuk është se po shkoj direkt nga formacioni dhe mund ta mbyll direkt sportin. Besoj se kjo është një gjë që më ka lehtësuar pak a shumë dhe kam fillu këto 2 vitet e fundit duke dhe e përgatit veten që shiko se do vi momenti, si të gjithë do e lësh sportin, do e lësh dhe nuk e di, nuk mund të flas për momentin kur ta lë, por deri tani jam pak si i qetë, nuk është se e vuj shumë këtë pjesën që mund ta lë sportin. Sigurisht që do jem prap pjesë e fushës, por jo aktiv siç jam. Nuk e di ta them tani pjesën kur ta lej. Si do ta ken. Do ta mbyllim me një parashikim për Shqipëri-Serbi. Ndoshta parashikimin e jep për rezultatin, ndoshta për një autor golit e ne, çat vjen ndërmend që kush mund të jetë ai që mund ta zgjidhi ose sa mund dalë rezultati. Shiko, kam një kështu që mund bëj Asiri gol, edhe më vjen një rezultat mendje 2-1. Fitore 2-1. Inshallah ja qelloj edhe të gëzojmë gjithë pasaj. Inshallah. E firmosi tani unë atë, si do po të jetë. Para se të mbarojmë, miq, falenderojmë gjithashtu dhe sponsorat tan, Wolt, që mund ta gjeni në platformën le të themi digjitale, në aplikacion ku mund bëni edhe prenotimin tuaj për ushqimin që do të preferoni, App Store dhe Play Store. Mjaftoni dhe çdo gjurmim do jetë korrekt, super korrekt, si dhe shpejtësia e dërgesës. Dhe gjithashtu dhe Superboc, bira që është gjithashtu sponsor i Versus, dhe që me Denisin dhe me Çimin ne kemi qef se më në fund ka arrit ajo vibe i chilling më lart. Na sjell në një vibe tjetër në fakt. Përveç nofkave të Çimit. Alban, falenderoj shumë. Shumë faleminderit. Dhe jashtëzakonshme. Dhe turojmë për të ardhmen dhe pse jo ndjekësh dhe ti pikur rrugën e Orges Shehit trajner, ke dhënë për këtë futboll e njeh shumë mirë, rënje dhe mball, themi ne, kur e njeh. Unë përveç kësaj domethënë, unë do ta shoh Albanin edhe me një restorant në Tiranë. Po, ajo do ishte e bukur pastaj. Ta ke dhe një restorant që ndarë për shumë, 2-3 pjata ti bëj me kapelet bar. Përveç e kam bër pak kur ka qenë viti i ri, se kam hap një biznes vogël me gatime dhe ja po që ka ndodhur domethënë. Po pas herë hyja aty dhe biles ka qenë një dyerë fort, vinin tifozë siç duket njerëz që i njihnin sportin. Edhe bënin shaka, po dile këtej se si e për këtë punë, më thoshin mua, i kanë dhënë, edhe e kam bërë, po mbase pse jo, kur mos thoj kur. Patjetër. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit, ishte kënaqësi. Faleminderit.